Mjaftesa Sulaj mori këtë të zyrtarisht detyrën e drejtueses së re të Spitalit Rajonal të Vlorës. Sulaj u prezantua nga drejtuesja operatorit kujdesit shëndetësor, Olta Ganaj, si dhe nga drejtori spitalorit pranë këtij institucioni rajonal për jugun e vendit, Ardian Mustaj. Sulaj më parë ka qenë kandidate për deputete, ndërsa emërimi i saj në krye të Spitalit Rajonal të Vlorës është edhe një vlerësim që i bëhet nga qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë. Në intervistën e parë të dhënë për mediat dhe ekskluzivisht për televizionin 6+1 Vlora, drejtuesja e re e Spitalit Rajonal të Vlorës, Mjaftesa Sulaj, tha se është nder dhe përgjegjësi që të jetë në krye të këtij institucioni, aq më shumë tashmë që jemi në sezonin turistik dhe kur fluksi i punës do të jetë edhe më i madh. Sulaj theksoi se në bashkëpunim edhe me stafin administrativ, por edhe mjekët dhe personelin shëndetësor, do të arrijë që ky institucion të japë një shërbim sa më efikas për të gjithë qytetarët dhe pacientët. Faleminderit për kohën tuaj, e vlerësoj që keni ardhur. Është një nder dhe përgjegjësi e madhe për mua të jam në krye të këtij institucioni, të Spitalit Rajonal të Vlorës, sidomos tani në pikun e sezonit turistik. Të bëjmë më të mirën time të mundshme në bashkëpunim me stafin, administratën, pjesën mjekësore, teknikët dhe të gjithë pjesën e administratës së spitalorit për të dhënë një shërbim sa më cilësor dhe më efikas për gjithë qytetarët dhe pacientët e qarkut të Vlorës. Drejtuesja e re Spitalit Rajonal të Vlorës, Mjaftesa Sulaj, theksoi se në këtë të hënë që ishte edhe dita e parë e saj e punës në krye të këtij institucioni, ka zhvilluar disa takime të rëndësishme. Po një prezantim nga drejtoria e Drogshit dhe me drejtorin e spitalorit. Kam pasur disa takime me në drejtorin administrativ, Ardi Shremetin, gjithashtu dhe me pjesën e stafit, jam njohur me mbarvajtjen e administratës dhe në ditën e vijim do njëm dhe me pjesën e spitalorit. Reagimi në kohë reale ndaj problematikave, me qëllimin parsor shëndetin ndaj qytetarëve, pushuesve dhe turistëve, do të jetë ndër objektivat kryesor të punës së Spitalit Rajonal të Vlorës gjatë sezonit turistik, por edhe jashtë. Besoj se do të reagojmë në kohë reale, padyshim që këtu stafi është një staf i kualifikuar dhe i përgatitur për çfarëdo lloji emergjence. Besoj se me bashkëpunimin dhe me komunikimin në mënyrë të menjëhershme do të kemi zgjidhje të situatave siç ka qenë dhe më përpara në kohë reale. Drejtuesja e re e Spitalit Rajonal të Vlorës, Mjaftesa Sulaj, ka një vlerësim edhe për stafin mjekësor dhe personelin shëndetësor të Spitalit Rajonal. Patjetër, është një staf shumë i kualifikuar, mjekësh, edhe infermierësh, por edhe nga ana administrative, janë të gjithë persona kyç të cilët e dinë rendin e punës dhe e dinë të gjithë se si funksionon e gjithë hallka e spitalit. Mjaftesa Sulaj ka marrë tashmë detyrën e drejtueses së re të Spitalit Rajonal të Vlorës. Ajo më parë ka qenë pedagoge dhe kërkuese shkencore në fushën e kontabilitetit. Ka përfunduar studimet bachelor në kontabilitet në vitin 2022 në Universitetin e Pensilvanisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rezultate të shkëlqyera. Në vitin 2023 ka përfunduar masterin shkencor në të njëjtën fushë. Programet e doktoraturës i ka ndjekur për kontabilitet pranë Universitetit La Sapienza në Itali. Gjatë studimeve master ka ushtruar mësimdhënie vullnetare pranë një kolegji komunitar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke fituar përvojë të vlefshme në arsimin e lartë. Ka punuar gjithashtu si kontabiliste dhe audituese në disa kompani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është autore dhe bashkautore disa artikujve shkencor në fushat e kontabilitetit dhe auditimit, që prej vitit 2024 ka ushtruar veprimtarinë akademike me kohë të plotë si pedagoge pranë Universitetit të Vlorës Ismail Qemali. Veç veprimtarisë akademike dhe profesionale, në vitin 2025, Mjaftesa Sulaj ishte kandidate për deputete në Kuvendin e Shqipërisë, duke dëshmuar angazhim aktiv në çështje publike dhe përgjegjësi qytetare.